S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Isha shumë kurios, ora do vite njëri sot. Se kemi pas sa 2, 3, 4, 5 ditë pushim duket premte, shtune, diele, han. Jam shumë mirë një Zotit që pavarësisht gjërave ju e keni nda më vete këtë kohë. Edhe uroj shumë që ashtu siç keni ardhur me pritje, uroj që Zoti do t'ju jap një fjalë specifike që shkon me situatën ku jeni. Edhe një duartokitje për të rit, nëse je për herë të parë, le të jap një duartokitje. Mirë se ke ardhur në festimin e ICF-s, edhe është të premtojmë që do japim maksimumin që në javët në vazhdim do jetë shumë mega luks fare. Si thot Danieli, mega luks. Do të përshëndes ato që na ndjekin online dhe po shifja shumë veta aty, po me emër pash që ishte Valbona, që ishte Eri. Tash dua të komentoni ju që na ndjekni online. A e keni venos pemën e Krishtlindjes të shtëpia? Përgjigju po ose jo të komentet. Në njëri thot, qa është kjo pemë Krishtlindje? Pyet, a kemi venos flamurin të dritarja, flamurin të balkoni e këto gjërat? Mirë, është... Fillojmë serinë e Krishtlindjes javës tjetër, si shta Irida Grinca Krishtlindje, edhe këto vit, këtë Krishtlindje, do shohim 4 momente nga jetët e 4 personave që përjetuan Krishtlindjen sefte, ato që e përjetuan të parët Krishtlindjen, edhe do shohim që ato ishin punët e tyre, ishin në terezinë e tyre, edhe ju ndodhen gjërat që s'ju apriste mendja. Edhe kur ndodhen këto gjëra që ato se kishin kokrën e ides, ato gjëra që ishin habi, u kthyen në momente të shenjta. Edhe do shohim javë pas jave, se si kur ti dëgjon fjalën e Perëndis, edhe i bindesh atij, ato gjërat e vockla të përditshme, Perëndia i kthen në momente të shenjta. Edhe lutem shumë që do jetë një super seri, sepse ai do të zbuloj edhe uroj shumë që ai do t'i jap secilit një fjalë, një plan, një udhëzim, një gjë të re. Edhe ato momente që duken të papritura, të pakontrolluara, kur ja beson Perëndis, kthehen në momente shumë të shenjta. Kështu që, edhe seria do mbyllet me 25 dhjetor. 25 dhjetor do kemi festën e madhe të Krishtlindjes që i bie e ejte, që do jemi pote kjo sallë. Kështu që mesazhi sot do jetë kështu si warm-up, si nxefje, si nxemje, si përgatitje për serinë e Krishtlindjes edhe për sezonin e ri, për këtë stinën e re festive. E disi e kam qytë mesazhin, çdo gjë për ty. Çdo gjë për ty. E dhuroj shumë që ashtu se që fillova do ta mbyll, e dhuroj shumë që të gjithë do e themi në fund këtë gjë. Jam dakord. Jam dakord edhe jam gati të them. Çdo gjë e imja është për ty, Jezus. Kështu që uroj shumë që do të nxitës e do ketë 2 pjesë mesazhi. Pjesa e parë, ju që jeni ICF-s, ka mundësi e keni dëgjuar gjatë vitit ose ndër vite, do t'ju vi shumë i njohur. Pjesa e parë, edhe pjesa 2 do jetë më e freskët dhe do jetë më praktike në lidhje me atë që besojmë që do na ndodhë këto festa. Shiko, përgjegjësia e pastorëve, e imja dhe kushdo që drejton një kish, është që ti drejtoj njerëzit e Krishtit, është që ti uzoj se si ti jetojnë jetën me qëllim në tokë, por edhe ti përgatis për përjetësinë. Ti përgatis njerëzit që ato të shkrimi për përjetësim, për kohën që do ikim nga kjo botë. Sepse një ditë do ikim. Asnjëherë s'ka qefate bisedë. Për e vërteta është një ditë se cili, thot shkrimi, do të qëndroj para Perëndis. Edhe unë dua, puna ime si pastor, është t'ju përgatis për pyetjet që dua t'ju jap kopje të pyetjeve që t'i keni gati, që kur t'vit dita e provimit, jetofshim gjithë 100 e kusur vjeç, por gjithsesi ajo ditë do vi një ditë, kur ti jesh 100, sa ka jetu plaka me gjatë në Japoni? 120 ca, një ditë kur ti jesh marrë, ti kesh gati. Ti kesh gati përgjigjet e 2 pyetjeve që do të na bëj Perëndia. Shiko, a ke pas shkollë në i profesor ti që ishte kështu zemër mirë, edhe t'jep të pyetjet e provimit para kohe?
Apo ke pas mami mësuese edhe mami ose babi njifte gjithë profesorët i merre para kohe, pyetje e provimeve dhe i dije të gjitha, por sa qef do ishte për ty që je në shkollë, a do ishte qef ti dije pyetjet para se të vite provimi? Kush është dakord me këtë pjesë? Do ishte shumë mirë, sepse di si do përgatitesh edhe ç'a do thush. E njëjta gjë. Shiko, në lidhje me përjetësinë, me provimin, me pyetjet që do na bëj Perëndia, është e kollajt. Sepse na i ka dhënë pyetjet. Ne i dim dy pyetjet që ai do të na pyes ditën kur do jemi përballë atit. Hajde shoh, edhe uroj shumë që do jemi të gjithë të përgatitur për do dy pyetjet. Dhe në fakt, jo të gjithë do kenë mundësi të gjejnë dy pyetjet. Një pjesë do kenë mundësi me të gjuhë vetëm një pyetje. Edhe ndahet shapi nga sheqeri. Pjesa tjetër do kenë mundësi të gjejnë dhe pyetjen e dytë. Hajde shkojmë një çik te shkrimi. Romakëve, qa më i motër. Shiko, nuk është që e frikshme, është shumë e bukur. E doroj shumë që do jetë inkurajues ky mesazh. Romakëve thotë kështu. Të gjithë, që zi pas ka po Danieli, ku që e zi me vizat bardha. Shiko, Romakëve thotë, të gjithë, edhe shqiptarët, të gjithë do dalin para gjykatës Krishtit, sepse është shkruar, rroj unë, thot Perëndia, dhe çdo gjuhë do të përkulet para meje, edhe çdo gjuhë, goje, do të lavdëroj Perëndin. Kështu pra, se cili nga ne do të jap llogari Perëndis për veten e tij. Çdo gjuhë nuk kupton çfarë. Çdo gjuhë, çdo njeri, shqiptar, kinez, afrikan, amerikan, australian, janë fan, gjithë. Të gjithë do të bie në një ditë në gjuhë, edhe gjithë në gjuhën e tyre do të lavdërojnë Krijuesin për atë që ai është, për atë që ai ka bërë. Edhe kjo është, edhe por shiko, pjesa e fundit thotë se cili do t'jap llogari, çka kanë bërë kamshit. Se cili do jap llogari çka kanë bërë kolegët, se cili do jap llogari çka ka bërë fisi, se cili do jap llogari për gjithë Tiranën. A thot ashtu shkrimi? Është shumë e thjeshtë, se cili do jap llogari vetëm për një tek pull vetëm për veten e tij. Kështu që provimi, testi, ose ç'a do ta quajmë këtë provimin, ka dy pyetje gjithsej. Kopjet po ja jap sot, që do jemi të përgatitur kur vi koha, sepse se cili do t'jap llogari që i bie. Kjo është pjesë e bukur. Se cili do t'jap llogari që do thot, duket si intervistë. Duket sikur do jem unë edhe Perëndia, edhe do e pyes secilin. Nuk e di, do kemi kafe. Mirë do ishte të kishim kafe. Do jetë bisedë tek për tek. Kush është pyetja e parë? Kush është gati me dëgju pyetjen? A bot kurioz? Kush është gati me dëgju pyetjen e parë? Pyetja e parë do jetë e tillë. Çfarë bëre kur dëgjove për Jezusin? Kjo do jetë pyetja e parë. Kur dërgova birin tim në botë, çfarë bëre kur dëgjove? Që unë dërgova, ai dha jetën e vet, pagoj në kryq për ty edhe për çdo që beson. Çfarë bëre? Edhe ky vend ose ky fron gjykimi quhet ndryshe froni i madh i bardh. Që i bie te ky froni i madh i bardh, të gjithë do të kalojnë para këtij froni. Madje shkrimi thot të gjithë që i bie që nga Adami, Sefte, deri te Ademi i fundit, Asmani, Kasemi, që të lloj emrit ketë. Nga i pari fare tek i fundit fare që ka jetuar, ja si e thot, Zbulesa 20, vargu 10. Qa froni është? Pas të pash një fron të madh të bardh. Dhe pash ata, pash Jezusin që ulej mbi të, edhe nga prania e të cilit iku. Jam kurioz a bëhet kjo me AI. Ky vargu. Nga prania e tij iku dheu dhe qelli dhe nuk u gjet më vend. Ose në shqip i bie, mbaruan kohrat. Mbaroi hesapi. Mbaroi çdo gjë që ne dim që kemi pa, edhe që na kemi dëgjuar me vesh, kemi pa me sy. Çdo gjë. Vargu 11 thotë kështu. Dhe pash të vdekurit të mëdhej e të vegjël që rrinin në këmbë
përpara Perëndisë. E pe këtë pjesën? Tash ka një gjë shumë të veçantë mas asaj. Edhe thot kështu. Edhe pas qarë, edhe librat numër shumës u hapën dhe u hap një libër tek që është libri i jetës. Kemi 2 sete librash, ose jo 2 sete. Kemi një grumbull librash shumë, kemi në ekran tjetër një libër tek. Edhe është, do t'je pra, është libri vetëm, si quhet libri vetëm? Libri i jetës. Edhe shkrimi thot, të ky libri tek pull, ky që është vetëm, ka vetëm emra. Vetëm emra, asnjë gjë tjetër. Edhe që i bie në momentin që dikush zgjedh Krishtin Jezus në jetën e tij, si Zot dhe shpëtimtar, Bibla thot, emri jot shkruhet ku? Tek libri i jetës. Nuk shkruajnë gjëra çka ke bërë. Qa ke bo, qa s'ke bo, ku është? Ku janë këto? Te librat. Libri ka vetëm i gjë. Vetëm emrat janë shkruar aty. E di pse? Sepse shpëtimi nuk fitohet me anë të veprave. Nuk fitohet. Është si thotë Efesianët, si fitohet shpëtimi? Me anë të hirit nëpërmjet besimit, jo nga veprat, që të mos mburret askush. Prandaj aty ka vetëm emra. Por të grumbulli librat, të grumbulli tjetër, aty janë detajet e gjërave që njerëzit kanë bërë, njerëzit kanë thënë, njerëzit kanë menduar, ore sa i madh do jeta i grumbulli. Sa i madh do jeta e tufë. Nuk e di, unë mendoj që i tufë do jetë vetëm për mua. Se 50 vjeç, gjithë të mendime, gjithë të ide, gjithë të gjëra, do janë aty, do jetë tufë, kjo tufa ime. Shikoj dhe Bibla thotë, dhe njerëzit që nuk e zgjodhën Krishtin, zgjedhja e Krishtit është me vullnet lirë, njerëzit që nuk e zgjodhën, Zbulesa vargu 20, kapitulli 20, vargu 12, b, pjesa e fundit e kësaj thot kështu: dhe të vdekurit u gjykua në bazë të gjërave të shkruar ku? Në librat, në numër shumës, sipas veprave të tyre. Nëse nuk e zgjedh Krishtin, dakord, hajde bën mohabet me gjërat çka ke bërë në jetë. Asnjëri me mend kokë nuk do donte që Perëndia ta gjykonte në bazë të librave. Sepse aty askujt nuk i del hesabi. E sigurt që kemi bërë, kemi thënë, kemi menduar gjërat mira, por po ti vesh në kandar, mendoj që kandari do thyet mes duke nga krau tjetër. Kështu që edhe do të, por sa qef që është ky libri, ai që ka zgjedh t'i jap jetën Krishtit, emri i tij është tek libri, te numri 1. Sepse është, shiko, dhe do dallohet kollaj ndërsa jemi në tokë. Ka që kollaj që e ka? Ka shenja dalluese për sa ku jemi në tokë. Për ta ditë, ky është ke librat apo ke libri? Librat. E përësysh, kemi një lloj skaneri me vete, sipas shkrimit, që ti mund ta dallosh, ky është nga librat, që nuk do me ditë varë për Krishtin, apo ky është tek libri. Edhe shiko, Mateo 7:21, Jezus i jepi çik më shumë shpjegime, edhe thot, jo çdo njeri që më thot, sot, do hyjë në mbretërinë e qejve. Por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qej, që i bie, do ketë njerëz që do thonë aty, unë kam besu ke Zoti gjithë jetën. Unë s'kam lënë kishë e xhami pa neziqëri. Unë s'kam lënë të martë pa shku të kisha e Shënënojt. Unë s'kam lënë ditë pa shku të Mali të Morit, si e kem në veni Mali të Morit. Unë s'kam lënë vend mirë e gjotë mirë pa bojë që kam ditë, Zot me le, po nafta më burë, nga Tirana në Laçë, di sa ka shku. Sa herë kam qene, sa herë kam bodhe, sa herë jam, si thu ti që nuk të njof. Edhe shiko, edhe njerëzit do fillojnë të radhisin gjëra. Mateu 7:22 thotë kështu. Shumë do thonë atë ditë, o Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd, a nuk i dëbuam demon në emrin tënd, a nuk kemi bërë shumë njerëz do thonë, o Zot, po kam qenë te ICF-ja o burr.
Unë kam qenë gjithë Krishtlindjen e 2025-ës, 26-ës, 27-ës. Unë edhe kam këndu, edhe s'dijas me këndu, edhe prapë mundova me këndu ca kënga atje, edhe kam bërë ca gjëra këtu, edhe do radhisim gjithë gjëra që kanë duke frymërore, do themi shiko se bëra këtë, s'bëra këtë, edhe vargu 23 thotë. Dhe atëherë Jezusi do të sqaroj atyre, unë s'ju kam njohur kur, sa vargu 3 është, largoni nga unë, ju të gjithë që keni bërë pa udhësi. Shumë i vështirë vargu, nëse do m'jepi leje të hiqja në i pjesë të Biblës, do hiqja këto vargjet. Kot për qef. Punar se s'kam drejt. Dhe s'është librim, është libri tjetër burri. Edhe i ka zgjedhur që këto vargje të jenë këtu, që i bie, ai thot, nuk ju kam njohur, gjithë çka kuptimi ka, nuk kemi qenë miq asnjëherë. Nuk kemi qenë miq asnjëherë. Ti ke boca gjëra në dukje frymërore, po unë nuk do doja gjëra. Unë do doja ty. Unë do doja ty që bashkë ishim miq të ngushtë. Kjo nuk ndodhi sa ishim në tokë, kështu që larg prej meje. Kështu që përgjigjja e dur ndaj pyetjes çfarë bëre kur dëgjove për Jezusin? E di cila duhet jetë? Ata jep një kopje, se jam ai profesor i mirë. Aty jep një kopje, përgjigjja e dur do ishte kjo. Përgjigjja e dur do ishte: Jezus, kur dëgjova për ty, kur dëgjova për Jezusin, një, e pranova në zemrën time. Edhe e njoha personalisht. E njoha personalisht. E di kush është ai. E di kush është. Nuk kam qenë i përsosur, por gjithmonë kthehesha në shtëpi. Gjithmonë kthehesha te misia me të. Ty të kisha të parin. Nëse do i përgjigjesh siç duhet kësaj pyetjes, e di çfarë ndodh? Mirë se erdhe në shtëpinë e re. Edhe hysh, hajde me mua, në qiellin e ri, thot Perëndia, në shtëpinë e re, hajde hyr këtu. Edhe aty ka vetëm një kusht. Ai ke pranuar Krishtin. Ai një personalisht. Nëse është kjo, e kalove me sukses. Pyetjen e parë edhe hyrë në mbretërinë e Perëndis. Është, nëse nuk e kalon testin e parë, nuk bëhet më pyetje e dytë. Mbaroj filmin me një pyetje. Nuk të bie rruga ta dëgjosh të dytën, nëse nuk e ke njohur se ke besuar Krishtin, sa ke qenë gjallë, është që i bie ai person me trishtim duhet i ndarë përjetësisht larg pranisë së Perëndisë, sepse nuk e besoi gjën më të madhe që ka ndodhur në historinë e botës. Nuk është ngritja e flamurit në Vlorë nga Ismail Qemali, nuk është dita e çlirimit nga nazistët gjerman, nuk është as ulja e njeriut parë në Han, nuk është as javës tjetër 8 dhjetor 1991 fillimi i demokracisë. Gjëja më e madhe në historinë e botës është ardhja e Krishtit në tokë, zbritja e Perëndisë në tokë, që erdhi, jetoi, pagoi për mëkatet tona. Edhe kur dikush e mohon këtë gjë që është kaq super e madhe, është s'kam çfarë bëj. Kështu që kush është gati për pyetjen e dytë? Ke zgjedhë që ke zgjedhë të besosh Krishtit? Nëse është në njëri këtu dhe akoma si ke zgjedhë Krishtit, ke mundësi sot. Edhe për ty që je online, nëse akoma nuk ke zgjedhë të besosh Krishtit, mund ta kalosh te test sot. Është shumë e thjeshtë. Krishti, Perëndia ka bë aq të thjeshtë sa që është gati e pamundur mos ta pranosh. Është shumë e lehtë, është shumë e thjeshtë. Është vetëm një lutje, një përshpëritje larg lidhjes miqësisë me Perëndin. Edhe është shumë e thjeshtë. Edhe në fund fare do ta bëjmë këtë lutje bashkë, nëse akoma nuk e zgjedh të besosh Krishtit. Por ama nëse i ke zgjedh, edhe pyetja e parë shkon me sukses, edhe ti hyn në qiell, hyn aty. Pastaj bëhet pyetja e dytë. Ata them pyetjen e dytë? Kush u bë kurios? 3, 4, 5 me dur. Shumë mirë. Pyetja e dytë është kjo. Pyetja e dytë do jetë: çfarë bëre me ato që të dhash? Çfarë bëre me ato që të besova ndërsa ishe në tokë? Edhe është sipër, a i përdore njerëzit, a i përdore gjërat që të ndikosh për jetësinë e njerëzve. A i përdore gjërat që unë dash, burimet që dash, çdo gjë që ty të kam dhënë, a i përdore që njerëzit të dinë si të përgjigjen pyetjes së parë.
Shiko, synimi parësor i jetës është të gjesh Krishtin dhe ta besosh. Lum ai që ka zgjedh Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Edhe masi e ke gjetë këtë gjë, pjesa dytë është si të kontriboj unë që të popullohet qielli. Edhe Gloria na ndau një pjesë edhe tha atë momentin e saj që tha bëra këtë gjë në ku ishte? Jo Nicaragua, ku ishte? Guatemala. Gloria gjumë shap tash. Edhe bëra këtë gjë dhe ç'a tha? U popullua qielli. Edhe kjo është pjesa jonë e gjithëve. Është ne pjesa jonë, cila është? Të popullojmë qielli me një person më shumë. Edhe është që gjykimi dytë quhet ndryshe, gjykimi i Krishtit. Edhe shiko, kuptimi nuk është gjykim për dënim, është për të marrë shpërblimin e gjërave të mira që ke bërë. Na njëri thot, për të marrë burë se na ngatrove, nuk duhen veprat që të shkosh në qiell, por pasi ke hy të duhen veprat, eto veprat, cila është ashtë, duhen apo s'duhen? Na e thuj troq. Shiko, gjykimi dytë është si momenti kur sportistët shpërblehen për mundin e tyre. Është si ceremonia diplomimit, kur ti merr atë certifikatën, është si momenti i ndarjes së çmimeve, që do thotë në gjykimin e dytë të gjithë do janë gëzuar. Së pari janë të gëzuar që janë brenda, edhe së dyti të gëzohen sepse do shpërblehen. Ku e shohim? 2 Korintas kapitulli 5 vargu 10 thotë kështu. Sepse ne të gjithë, ata që janë të Krishtit, duhet të dalin para gjyqit Krishtit, që secili të marrë shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në pas të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keq. Është momenti për të shpërblyer për gjërat që ti ke bërë, gjërat që tu besuan, i përdore apo si përdore, ato që i përdore, do të shpërblehesh të shkrimi, edhe ky për Krishtin është shumë moment i rëndësishëm. Pse? E përmend 100 herë. 100 herë, se kam në po, e përmend shumë herë. Jezusi e përmend shumë herë këtë moment. Ja ku është një moment kur e përmend. Mateu 16 vargu 27 thotë kështu, sepse biri i njeriu do të vijë në lavdinë e Atit të vet bashkë me engjëjt dhe ai do të çfarë? Shpërblej secilin i cefist sipas veprës, sipas veprimtarisë, sipas gjërave që bën. Prit tash se do bëj si gjuhëtarë. Fjala shpërblej në greqishtën e vjetër lexohet kështu. Kush dhe greqisht si është theksi apo dhosi? Si thuhet? Se dim? Apo dhosi ja mirë? Shumë faleminderit. Edhe diçka kuptimi ka shpërblej, do të thotë të japësh mbrapsh, të rikthesh, të shpërblesh, të paguash sipas meritës tënde. Edhe menoj që ky do jetë momenti i sikletshëm. Kur të vi Krishti vetë edhe të thot ty, edhe të më thot mua, të kam sjell një gjë të mirë. Të kam sjell një shpërblim. Jezus, a mua? Jezus, ti s'më detyrohesh asgjë. Jezus, ti vdiqe në kryq, ti pagove për mua. Ajo është e mjaftueshme, nuk prapë se prapë Jezusi do thot, e di, por kam një shpërblim për ty. Për çdo gjë që ke bërë në emrin tim, për mënyrën se si jetove jetën në tokë, pasi më njohe mua. Edhe Jezusi e ka kaq fiksim këtë pjesë, sa që edhe në fund Biblës po gjetet çfarë përmend. Këtë përmend prapë. Zbulesa 22 vargu 12. Jezusi tha: "Dhe ja, unë vi shpejt, edhe kush është me mua? Shpërblimi im është me mua, për të dhënë secili sipas veprës. Po vi dhe kam me vete shpërblimin." Nuk thot vetëm, po vi do të marr, do shihemi në qiell edhe ty maron. Gjithkohën e përmend. Shpërblimin, për të na kujtuar çdo gjë që bëjmë, ai e shikon dhe do ta shpërblej. Shiko, kush është gati për të përgatit për kopjen e dytë? Ta kemi pyetjen e parë majtëmen, pyetjen e dytë. Kur të vi rradha për të na bërë pyetja e dytë, e di cili do ishte përgjigjja e dur? Do ishte kjo. Ato që më ke dhënë i kam përdorur për ndikuar të tjerët. I kam përdorur për ndikuar
qoftë edhe një person për përjetësin, qoftë edhe një, sepse çdo gjë e mirë, shkrimi thot, çdo gjë e mirë vjen nga Ati i dritave. Çdo gjë e mirë në jetën tonë vjen nga Perëndia. Koha, burimet, lekët, çdo gjë e mirë vjen nga ai, aftësitë, idetë, energjia, lidhja, ndikimi, pasuria, koha, çdo gjë është e tij. Ne në tokë jemi administrator. Jemi menaxhues të asaj që na ka dhënë ai, edhe ai na i ka dhënë, edhe praktika e dur duhet të jetë qartë. Unë do t'i përdor ato që më ka dhënë Perëndia për të ndikuar përjetësinë dikujt. Për të ndikuar që një person më shumë të dëgjojë për Krishtin, të ndikohet përjetësisht. Prit të bëj shumë serioze, të bëjmë çik më, bëjmë një humor. Ne ishim dy shok. Edhe këto dy shokët po intervistoheshin për punë. Edhe pjesa e fundit ishte me pyetësor. Edhe ai që intervistonte, i dha çuna pyetësorin, e plotson çunat, i mori pyetësorët, edhe i tha çunave, çuna, jeni përgjigj të dy një lloj. Për abin time, jeni përgjigj sakta, një lloj ti, përgjigjet gabuara, një lloj ti, por unë të mbarë punë, do të marr ty. Edhe ky tjetër tha, po pse më vëlla? Të dy jemi përgjigj një lloj, ti merr atë, nuk më merr mua. Si shpjegohet? Edhe ju përgjigj, shiko. Ai që po intervistonte tha, shiko, te pyetja numër 8, shoku jot ka shkruar, përgjigjja ime është nuk e di. Kurse ti ke shkruajt asun nuk e di. Kështu që e mora vesh që ti ke kopjuar, kështu që më vjen keq, do marr këtë tjetrin në punë. Kështu që, por në këtë përgatitjen që po bëjmë ne, nuk ka rëndësi kopja, rëndësi ka përgjigja, rëndësi ka apo bën me atë që Perëndia ka dhënë ty, apo bën gjën e duhur, të njëjtën gjë, edhe nëse është krejt e njëjta gjë, si shoku, si shoqja. Por lexoja një poezi bukur dhe mora një pjesë që e përshkruan se si ta jetojmë jetën ndërsa jemi në tokë. Ja ta lexojmë vetëm këtë pjesën të Copzën e vogël që thot: një jetë kam dhe kjo do të mbaroj. Ama çdo gjë që bëjmë për Krishtin, ajo do të vazhdoj. A është bukur? Shumë e bukur. Edhe shumë domethënëse, sa qef është ta jetojmë jetën me këtë lloj perspektive. Sidomos këtë muaj, hajde të premi çik me dashurinë e Krishtit. A jemi çik më ekstra të dashur se sa një muaj tipik, duke patur në mendje qartë që çdo gjë është për ta. Çdo gjë është për ta. Edhe pjesa e veçantë edhe praktike e mesazhit që do të them tash është kur vjen puna te kjo gjë, si ta jetojmë jetën. Dakor, e kuptuam teorikisht, si bëhet praktikisht, si jetohet jeta praktikisht për Krishtin. Edhe gjem te Mateo 25, edhe këtë pjesë e sigur që ju e dini përmend që edhe e kemi prek herë mas here. Hajde ta shohim çik ndryshe se si e përshkruan Krishti. Krishti tha, unë do doja të bëni të lloj gjëje. Unë do doja që kur t'ju shoh juve, t'ju gjej duke bë këto lloj gjërash. Edhe Mateo 25 thot kështu: dhe kur të vi biri i njeriut në lavdinë e vet, bashkë me gjithë engjëjt e shenjtë, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë së vet. Vargu 32. Dhe gjithë kombet do të mlidhen para tij, edhe ai do të ndaj njëri nga tjetri, ashtu siç bariu dan delet nga cjep. Tash be këte. Capi nuk e di si bën, këte. Delet cjept. Edhe delet do t'i pritse nga trova rava. Delet do t'i vërë në të djathtën e ti, edhe cjep në të majtën e ti. Mi fjallë do jetë shu si ndarje, ne kemi shapi nga sheqeri, delet nga dhit, do ketë një ndarje të dukshme. Vargu 34, atë mbreti do të thot atyre që do të jenë në të djathtën e ti: e jani të bekuar të ati, ti merrni qarë. Qa e thot? E di cila është fjala origjinale e kësaj? Është problemi. Si ishte ajo fjala Lando? Apodhosi. Kjo është fjala apodhosi, që ka kuptimin, hajde merr shpërblimin asaj që të meriton. Sepse e kam gati pjesën që ty të takon, ty ju që jeni në të djathtë, që u bë gati për ju. Edhe është, qiko, edhe aje përshkruan se, qik më poshtë, se qarë e impresionoj atë. Qarë është një gjë që bëm ne,
që ja hoqi trunin Jezusit. Që është një gjë që bëmë edhe Jezusi u manit fare. Edhe Jezusi u gëzu aq shumë sa që tha, unë kam gati trashëgimin për ju. Hajde ta shohim. Vargje 35-36. E thot kështu. Sepse pata uri, çuna, goca, pata uri dhe më dhat për të ngrënë. Pata etje, më dhat për të pirë. Isha i huaj dhe më pritët. Isha i zhveshur dhe më veshët. Isha i smur dhe ju më vizituat. Isha në burg dhe erdhet tek unë. Çfarë bukur. Pastaj vargjet 37-38, atë të drejtë do të përgjigjen duke thënë. Çfarë do thonë? O Zot, o Zot, prit më burr, prit më zonë Tiranë kam qenë gjithë ditën. Unë aty kam qenë gjithë kohës. Është kur të pam në ty të uritur dhe të dham për të ngrënë, kur të pam të etur dhe të dham për të pi, ore kur të pam të huaj dhe të pritëm, ose të zhveshur të veshëm, ose në burg e të vizituam, ose në hall edhe të marrëm telefon. Kur më burr? Kur të pam? Këj pa njerëz, si pas ti përshkrimi, kam pa tjerë, kus kam pa në një si pas ti përshkrimi, ty së pash asjerë në këtë lloj gjendje. Dhe vargu 39, mbreti duke përgjigjur, do të thot atyre, në të vërtet, çuna dhe goca, po ju them, sa herja keni bërë këtë, kujt? Ndonjërit për këtyre vëllezëve të mi, më të vegjël, këtë ma bët mua. Ma bët mua. Ju menduat se e bët për ato. Ju menduat se e bërë atit dhe ai s'po ta kthen, edhe ai s'ka thonë faleminderit, edhe ai s'ka dhënë as dhura për vitrias, për Krishtlindjes, ai s'po ta kthen. Edhe ti e mërzit, pse ai ose ajo s'po ta kthen. Kurse Krishti thotë, jo, nuk e bë për atë. E ke bërë për mua, edhe unë po e përgatis, lam dhe jarë të fjallën, Apollosi. Edhe unë po e përgatis Apollosi tëndë, shpërblimin tëndë, trashëgimin tënde. Pse? Sepse unë e kam pa, unë po e shoh. Qa thot aty shkrimi? Ka parë, ka dëgjuar sa, çdo gjë. Ka parë dhe shikuar çdo gjë. E shiko, edhe i herë se mos ngatrohemi, nuk duat ngatrohemi. Veprimet, gjërat që bëjnë, nuk na shtojnë bonus në shpëtimin tonë. Nuk shpëtohesh nëpërmjet gjërave. Nuk na shtojnë as i plus, as i minus. Shpëtimi e shfalas vjen vetëm nëse zgjat besosh që Krishti është vetmja rrugë. Edhe pik mbyllet kjo gjë, por ama veprat tona tregojnë çfarë? Që jemi të shpëtuar. Veprat tona janë falënderim e asaj që ka bërë Perëndia, sa herë që ti jep nga koha jote. Ase gocës, ase ati çunit që i ka trunit e puna, e ti ulesh edhe duron një orë në kafe, gjithë hallet që ka ai ose jo. Sa herë që ti jep nga lekët e tuaja dikujt që i ka ngelte 5.000 lekë mangët te qiraja e shtëpisë. Sa herë që ti jep nga dhuntit dhe aftësitë e tuaja, nga gjërat e tuaja për të shërbyer dikujt, kushdo qoftë. Jo të mëdhejve, jo mesatar, kujdo, edhe të vegjëlve, edhe kujdo, Krishti po e llogarit. Pse? Për. Gati për media sociale, të statusin. Sepse dhënia jote shpreh dashurinë që ke për Perëndin. Opa. Ma e me në të pjesën? Dhënia jote, çesti jot që bën ndaj dikujt, shpreh sa e do Zotin. Ja ta lexoj një thënie tjetër që është shumë e veçantë. Mund t'japësh pa dashuri, po kur nuk mund të rrish pa dhënë, kur ke dashuri. Ngaherë të zë halli, merr me këtë. Zë fytin, merr, mujsi, shtuk. Mund t'japësh pa dashuri, por kur e ke zemrën plot dashuri, nuk rrit dot pa dhënë. Nuk bën dot pa dhënë. Shiko, nga jeta dhe me ilustrim. Shiko, është e veçantë kjo. Kur i do gjërat që do personi, ti do atë personin. Shumë nga trushme. Për shembull, kur ti do gjërat që do ai personi, ti po i tregon dashuri atij personit. Një nga mënyrat se si e kuptova që Ada më donte mua, ishte sepse ajo donte gjërat që doja unë.
Edhe shiko, unë e du shumë kishën, e du shumë shërbesën, që herët pasi zgjodha ti besoj Krishtit, kam 30 ca vite që shërbej, edhe dua shumë këtë gjë, dhe besoj që Zoti më ka zgjedhur për këtë gjë. Edhe vërteta është, Ada e ka dash të njëjtën gjë që doja unë. Edhe sa herë që Ada donte gjën që doja unë e merja për dashuri. Edhe është për mua ishte para se të njeh Adën, kur dilja me goca, ishte një nga shenjat, nëse kjo nuk do kishën dhe shërbesën, nuk është personi i duhur. Sepse kjo është një nga shenjat se si unë e marr vesh që ky personi më do pa kushte. Nëse ky personi do diçka që dua unë, po më do mua. Edhe Ada ishte e vetmja, sa mirë që ishte e vetmja, që donte gjërat që doja unë. Edhe kjo për mua ishte dashuri. Edhe njëjta gjë, Ada do gjërat ka gjërat e tjera. Nga ana tjetër, unë i dua gjërat që do Ada. Ada ka një zemër të përkushtuar ndaj fëmijëve me nevojat veçanta dhe komunitetit me nevojat veçanta. Sa herë që unë i dua ato njerëz, edhe dua gjërat që bën ajo, po jap dashuria saj. A e kupto? Kjo është këshill falas për ju që jeni beqar, edhe jeni në lidhje, apo jeni çifte të reja, kështu që në heshtje heto, ç'a janë gjërat që do kjo, edhe do ky, edhe si mund të jap dashuri këtij apo saj që i bie. Nëse ti thua, unë e dua Jezusin, a ka këtu njerëz që thonë unë e dua Jezusin? Sa ka? Çoj çik dorën. Yes. Hajde, ule dorën se do e testojmë tash. Do e testojmë nëse ti thua unë e dua Jezusin. Një nga shenjat që e do me gjithë men është kur ti do gjërat që do Jezusi. Opa, ishte me të ngecme, Kështu që nëse ti do gjërat që do Jezusi, që i bie, prit vazhdojmë një çik. Edhe e thot, ja ta shohim, Mateo 25:35. Kë do Jezusi? Sepse pata 25:35, nëse më ndihmon. Okej, Mateo 25:35. Ore që, ja kusht. Sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje më dhatë për të pi, isha i huaj. Shiko, kjo së pari ka kuptimin parësor. Jezusi po flet për çfarë? Për urinë fizike, po flet për etjen fizike, por kur përmendi pjesën isha i huaj, mendoj që ka lidhje edhe me anën frymore, që bie etje për Zotin, uri për Zotin, edhe njerëz të humbur që nuk e ka njohur Krishtin akoma. Që i bie, për çik, ne duam Krishtin, atëherë ne kjo tregohet nëse duam ato që do ai. Edhe e para, e di çfarë do Jezusi shumë. Jezusi i do të humburit. Jezusi i do ato që ka humbur. Aq shumë e do të humburin, sa që ai përkufizon gjithë misionin e tij në këtë lloj forme. Luka 19:10. Jezusi tha, unë për këtë punë kam ardhur, sepse biri i njerëzit erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë. Unë për këtë kam ardhur. Ai përmlodhi gjithë mision, gjithë qëllimin e jetës vet. Kaq shumë e du këtë gjë, saqë për këtë punë kam ardhur. Edhe është të kërkojë e të shpëtoj të humbrin. Edhe ky është nga vargu 10, është fundi i historisë së Zakeut, edhe Zakeu ka fol me Jezusin, nëse të kujtohet, Jezusi shkoi e kërkoi e gjeti Zakeun, foli me të, shkoi tek shtëpia, hangrën bashk, edhe ai e njohu Krishtin dhe i besoi atij dhe u bë jeta e tij u transformua, sa që tha unë do të bëj këtë dhe këtë edhe këtë, si shej të pendesës së tij. Por shiko, është pjesa interesante është e historia e Zakeut, është fetarët po murmuristin. Njerëzit i bezdiste pse Jezusi rrinte me mëkatarët, hante bukë me mëkatarët, edhe rrinte me ato njerëz. Edhe shpesh ka fetar që murmurisin. Mund murmurisin ndaj teje. Mund murmurisin ndaj nesh. Shiko, çka kisha është ajo, ato si janë të fare thellë në shkrimin, ato janë kështu, ato janë ashtu. E thove, çaj krishterje ti, kam baun të puna ty, punë e madhe. Se kemi mendjen tek ato. Ne kemi mendjen çfarë? Qa misioni kishte Jezusi, ai ka mund të njëjti mision.
Krishti donte të humbrit, pyetja është, a i dua unë të humbrit? A i dua unë të humbrit? A do të bëjmë ne si kish çdo gjë përveç mëkatit për të fituar një më shumë si Krishti, për Krishtin? Edhe një herë, a jemi gati të bëjmë çdo gjë përveç mëkatit për të fituar një më shumë për Krishtin? Sepse kjo është dëshira jonë, të popullojmë qiellin. Madje te Luka 15 Jezusi tregon 3 shembulltyra për të ilustruar rëndësinë e të humburit, edhe është sa fitore është të gjesh të humburit. Kush i ma mend të 3 ato të humburit? Ke Luka 15. Cila është? Monedha e humbur, delja e humbur, biri i humbur. Të treja për të ilustruar të njëjtën gjë. Edhe ja të lexojmë një pjesë. Luka 15 vargu 4. Jezusi thotë shumë. Cili prej jush? Ore të pyzon juve, cili prej jush do ta bënte këtë gjë? Që ka 100 dele, po mirë që ti kishim, unë deri 7 kam pas më shumë dele. Cili prej jush ka 100 dele? I ke 100 dele, i ke që i ke. Edhe një prej tyre të humbet. Cili prej jush nuk i lë 99 në shkret e tjerë dhe shkon pas asaj që humbi derisa ta gjej. Shiko, qofse je biznesmen, shiko dhe Marko, për qërë se Marko ndihmon me bizneset. Nëse je biznesmen, nuk e bën këtë gjë. Nuk më lesh 99 për 1, sepse nuk është matematike mirë. E rësisht të lesh, është ata që janë biznesmen e dinë që biznesi ka firo. Rëndësi ka sa po fito, nuk ka rëndësi sa po humbë. Puna madhe se humbi një. A i kam të shumëta, a ka dalë puna me fitim. Por Krishti, jo Perëndia, jo Krishti. A i dojtë lejë 99 dhe shkoj pas të humbrit. Kaq shumë e do Jezusit humbrin. Madje Biblia e përshkruan kështu. Edhe kjo është vargu që ne themi për njerëzit që zgjedhin të besojnë Krishtit, edhe njerëzit që pagzohen, sepse Luka 15:7 thotë kështu. Dhe unë po ju them se kështu si njeriu që gëzohet që gjen atë të humbrin, kështu do të bëhet në qiell, do të ketë shumë gëzim për i mëkatarët e vetëm që pendohet, sesa për 99 të drejtet që nuk kanë nevojë të pendohen. Kështu që ai që duam ne, Krishti, ai do shumë të humbrit. Që i bie, nëse ne duam atë, do e tregojmë kur, nëse duam gjërat që do ai, edhe të humbrit janë të shumët në këtë brez, në këto kohë, në këto ditë, ka shumë uri frymërore. Madje quhet brezi në këto kohë, brezi më i uritur frymërisht se ç'na i herë tjetër. Kështu që Perëndia na ka për të shu urinë e këtij brezi. Na ka neve. Edhe kujtoj rrjetin e Kishmjellës që ka ndihmuar vetëm këtë vit në fillimin e 12 kishave në qytete e fshatra, vetëm këtë vit. Çfarë tregon kjo? Ka uri frymërore në Shqipëri. Madje shiko, nga kjo e diel, do mundohemi të facilitojmë sa më shumë. Nga kjo e diel edhe dielës tjetër, mund ta përdorim gjithë ambientin e qendrës Krishterë. Madje edhe dhomën e madhe, ta godina 2K që ka një sallë atje, edhe atë mund ta përdorim për fëmijët, do kemi 3 hapësira për fëmijët. Flash news është, po mendojmë diçka për ato që janë fëmijë, për janë adoleshent, para adoleshent. Që nga java tjetër do fillojmë të mendojmë diçka, një gjë argëtuese, një gjë të bukur që ato ta dëgjojnë fjalën e Perëndisë, e të luten edhe të jenë bashkë me moshatarët. Pse? Duam sigurohemi që gjithë njerëzit vinë me familjet e tyre. Edhe të ketë një gjë për çdo grup mosh, fëmijët, para të ri, të rrituri. Pse? Sepse kemi mendjen te kjo, apo vjen një më shumë te Krishti. E dyta, apo rritet një më shumë në ngjasi me Krishtin. Treta, apo jeton jetën pa frikë, një më shumë. Edhe katërta, apo sjell ndikim aty ku është ai person. Kështu që ftoj miqtë tu, çdo të diel në këto 4 dielat e dhjetorit e nxiti që të vinë me ty. Pse? Nëse Jezusi, për ta lexojmë çik këtë. Nëse Jezusi e do të humbrin, edhe unë do ta dua. Nëse Jezusi po e kërkon të humbrin, edhe unë do e kërkoj. Pse? Sepse kam nda mendjen, çdo gjë do ta bëj si për të. Si vazhdon? Isha i zhveshur dhe më veshët. Edhe nxitja ime çdo ishte. E Krishti po thot, bëni gjëra praktike për të varfrit. E di pse? Sepse Jezusi e do të varfrin.
Jezusi e do të varfrin, madje ka shumë vargje në Dhjatën e Vjetër dhe në Dhjatën e Re, se si duhet kujdesin për të varfrit, sepse zemra e Perëndis është pas tyre. Ja ta lexojmë një varg. Edhe thot kështu, 1 Gjonit kapitulli 3 vargu 17, thot kështu, dhe nëse njëri e ka me ty më duket. Nëse njëri sapo ka ble makinë, ka shtëpi, ka ca gjëra të mira, është me punë, ka rrogë, ka blet letë të reja, ka ca gjëra të mira. Nëse njëri ka të mirat e kësaj bote, edhe shef vllajin që është në nevojë, edhe mbyll zemrën, mbyll syt, edhe kthe kurrizin, si mund të qëndroj në të dashuria e Perëndis? Si mund të thuash ti, unë e dua Krishtin, kur ti nuk do ato që do Krishti? Edhe Krishti e do të varfrin. Si mund të thuash ti që ke dikë të shkalla, që s'ka bukë me ngër, ke dikë të puna që ku diun, kishte harru portofolin në shtëpi, edhe s'ka lek me blej kafe, çfarë do lloj forme, nëse Perëndia e do ta duam edhe ne. Madje kur ne bëjmë për nevojtarin, Perëndia ka një super premtim madh. E di sa i madh është premtimi? Fjalët e urta 19:17. Ai që ka mëshirë për të varfrin dhe ai që ka mëshirë për të varfrin, i ka dhënë lek borxh Zotit. Ai që ka mëshirë, ai që kujdeset për të varfrin, nuk e ka harxhu. Ka dhënë borxh atit. Edhe në momentin që ka dhënë borxh atit, si është pjesa e dytë, i cili do t'ia kthej ato që i ka dhënë. Edhe Zoti e vërtet është, nuk të kthen ai sa ke dhënë. Gjithmonë të kthen sipas nevojës që ke ti. Edhe shpesh ndodh që nevoja jote është shumë e madhe se sa nevoja që plotësove ti. Prandaj çdo të diel është ajo shporta e kuqe aty. Për të dhënë ofertën tuaj, për të ndihmuar familjet në nevojë, edhe që të ndihmojmë njerëzit. Edhe e di që shiko, për shumë vite dhënia e Krishtlindjes shkon e gjitha dhënia e Krishtlindjes për familjet në nevojë. Është për familjet nevojë të kishës tonë, edhe familjet nevojë të njësia bashkiake numër 10. Njësia bashkiake numër 10 është zona ku janë zyrat e kishës, edhe kjo ka ndodhur për shumë vite. Edhe është dhënia më e madhe që ndodh në një të diel. Vjet ishte 2100 euro. Ishte me lek, për e thash me euro se do ngatrojmë lek të reja, lek të vjetra. Asnjëherë nuk ka pas një të diel që njerëzit dhurojnë ai shumë. Edhe ka qenë për familjet në nevojë, ju keni dhënë. Por jo vetëm kaq, nxitja ime do ishe në këtë, sepse e kemi nda menin. Do të bëjmë çdo gjë sikur Krishti të ishte në vendin tonë. Edhe nxitja ime do ishte i ndjeshëm ndaj zërit frymës. Kur shef një nevojë, pyete Perëndin, Zot, a kam ne rolun këtu? Cili është roli im? A duhet bëj unë një gjë? A duhet bëj diçka? Pse ka rëndësi kjo? Sepse nëse Jezusi, shive që këtë lexoje. Nëse Jezusi do të varfrin, edhe unë do i dua dhe do bëj diçka për ta. Pse? Sepse kam nda mendjen çdo gjë për ta. E fundit, isha i smur dhe ju më vizituat, isha në burg edhe erdhe tek ju, edhe Jezusi nuk i lejon. Shiko, Jezusi thot, njerëzit që kalojnë sfida, unë nuk urri larg. Ju ku shko, më duket i kera Covid atit. S'po shkoj të takoj. Më duket kujtun që ka nuk po e marrë në telefon. Edhe është larg. Krishti çfarë thot? Jezusi e do ato që vuan dhe keq trajtohet. Edhe Bibla ka uzime të tilla si Hebrejve 13:3. Shive ta lexojmë këtë. Kujtoni të burgosurit në çfarë lloj forme. Sikur ti ishe ti i burgosur këtu, ti këtu. Sikur të ishit të lidhur bashkë me ta. Dhe kujtoni ata që keq trajtohen, sikurse edhe ju vet jeni duke vujt. Kur të kujtohet sikleti që ka ai ose ajo, përjetohet sikur atë sikletin e ke ti. Kështu thot shkrimi. Edhe prandaj do të nxisja ji shumë i ndjeshëm ndaj frymës së Shejt, ndaj zërit frymës së Shejt. Prandaj mundohemi të bëjmë ngjarje të veçanta, do vazhdojmë të bëjmë ndaj të shajnë festë e Krishtlindjes për filan komunitet, apo të ndihmojmë këtë, të ndihmojmë atë. Edhe para ca ditësh më erdhi njëri, thashë, shiko,
një çun që mas 15 vjetësh është çliruar nga varësia ndaj drograve, heroina, kokainë, çan këto gjërat, edhe i tha, sa kam vujt unë nga këto gjëra tash, po ndihmoj 2 shok. Edhe tha, doja të bëja një gjë masdite, por nuk e di çfarë të bëj masdite, sepse para dite i kam punë, po duhet bëj diçka masdite që t'ju heq mendjen totalisht nga drograt. Po mirë thash, po gjetën e ide, më thuaj që të ndihmojmë ne. Edhe më morën telefon, "Hey, gjeta Altin, e gjeta Vangel." E thash, "Vangel, çka ke gjet?" Tha, "Kam i dhon bosh aty, do blej ca pula." Do blej ca pula aty, një kotec pula shkeu borri, edhe këto çuna do kujdesen për pulat. Na i tregoj çik pulat, a është video e pula? Na shive çik pulat. Ore, ne i dham ca lek, ky më shkrojti, i bleva pulat, 40 pula. Thashën, për më saksa qenë i puli 100 lek, përsa qenë i pula? Edhe është u habita shumë, 40 pula, edhe me i gëzim jashtë maset madhe. E thash, ore, ne i qëtë vogël bëm. Ne menduam që kjo ishte gjëja që duhet bënim, edhe ja dham atyre. Në fakt, atë gjën nuk e kam bërë unë. Nuk e ka bëha së Rimi. Rimi thotë, jo, së unë i dhash lekët. Shiko, nuk e ka bëha së unë asë Rimi. E vërteta është, e keni bërë ju? E keni bërë bashkë. E di pse, nëse Jezusi e do ato që vuajnë, edhe unë do i dua. E do bëj diçka. Shkoj gjatë, Shkoj qik me thonë drejtën. Me thonë drejtën shkoj qik. A Marko? Ska gjë. Falenderit anë për inkurajime. Më bukur ashtu. Shiko, duhet nxis këtë sezon. A do ndajnë mendjen? A do bëjmë si Jezusi për 4 javë? Nesër është 1 dhjetor. A do bëjmë si Jezusi me gjithmen? A do jemi, a do duam si Krishti? A do flas, a do bëjmë, a do jemi të ndjeshëm? Sa e që shofim një gjë, pyesim atë atë. A kam unë e rol këtu? Nëse kam një rol, që duhet bëj? është ji bujar me kohën tënde, me talentet e tuaja, me dhuntit e tuaja, me dhënien tënde, por ji ndjeshëm në frymës shejt. Në frymës shejt. Siç thot shkrimi, dhënia jote si tjetë, që thotë Korintasve, jo me keqardhje, na ka thonë Altini, e ka qot mesazh 1 orë, do të me bëj gjot tash se lash nam. Jo me keqardhje, jo nga shtëngimi, për çfarë? Me zemër të gëzuar, sepse kështu duam. Edhe se mos, nëse i ke njerëz jashtë, e sigur që do të vine 200-300 euro shkokës, mos meno si ti prishish gjitha. Ndaj një copë për t'ja dhënë dikujt. Ndaj me dikë. Modeli ati matan, e disi është modeli ati matan, morë për merë qatë mundesh, merë veç për vete, merë. Modeli ati matan është qarë? KÇK. Kap qatë kapish, bjeri qylit. Modeli i Krishtit është kjo. Do të bekoj. Po e di pse do të bekoj? Kush e di? Është një nga vlerët e ICF-s. Do të bekoj që... është gënjimi pastorit. Do të bekoj që t'jesh bekim. Nuk do të bekoj për ty, vetëm për ty. Do t'jetë si në përmjet teje. Vjen ke ty dhe shkon në përmjet teje. Izraeli ka 2 dete. Deti Galiles edhe deti i vdekur. Deti Galiles është i gjallë, deti i vdekur është me gjithmen i vdekur. Nuk ka as i gjotë gjallë, vetëm krip edhe shumë pak gjallësa. Deti Galiles është i gjallë. Pse? Sepse vjen lumi, mbush vendin edhe del. Deti i vdekur, hyn lumi edhe del, nuk del. Kështu është me jetën tonë. Perëndia na bekon që t'jemi bekim. Edhe jeta jonë është më e gjallë. Ka më shumë gëzim kur jep se sa ku merr. Edhe nëse merr, e di çfarë do ndodhi, s'ke për të ngop. Do dush prap. Edhe jam pyet pasur që ka miliona, edhe sa dorë burr që të ngopesh, edhe ca. Nuk ka fund. Ama stili i Krishtit është qartë. Do t'ju bekoj që t'jeni bekim. Edhe kështu qoftë gjithë kjo javë, edhe u mahniqim nga mundësit që na e Perëndia, edhe nga mënyra se si do veproj. Por qofshim me këtë pyetje në mendje, atë çfarë do që të bëj unë.
sepse kemi ndarë mendjen. Si e filluam fjalia e parë, kush e amen? A mund ta themi edhe në fund? Çdo gjë për ty, Jezus. Kjo është e fundi po thot parë. Daniel të parën. Yes. Ta shumë mbyll me gjithën. Ama, nërkohë që banda vjen, është për t'i vënë pika këtij muhabeti. Edhe pika është kur ti e bën personale me hynin. Kur ti e bën personale me Atin. Kur ti e kthen në një lloj përkushtimi atë që fryma e shejt të ka thënë. Kështu që a të lutemi bashkë. A dhe lutemi bashkë. A dhe shumë qef kur lutemi bashkë, sepse pavarësisht se jemi shumë njerëz, momenti që mbyllim syt është se kur je vetëm ti. Është se kur je vetëm ti dhe Ati. Edhe për shkak se je vetëm ti dhe ai, ato i thuash atij. O Atë, besoj që këtë gjë po më thot fryma e shejt. Qa është ajo që thot fryma e shejt? Për qa për të shtyn, për qa për... Nështë është bindje, e nëse ka diçka që të rëndon zemrën dhe fryma e shejt po të bind, thjesht rrëfeje, sot më fal që kam qenë kokra egoisti dhe i kam menu gjërat vetëm për vete. Dua të ngjaj ty. Nëse fryma e shejt ta ka dhënë shumë specifik një rast, sepse ai personi është aty ke lagja jote, ai personi është ke shtëpia jote, mund të jetë vllai, motra, halla, daja, xhaja, kushojt e parë, kolegu i punës, shoku i bankës, goca, çuni që ndan konviktin, çdo lloj forme, nëse është person konkret, sille para Perëndis konkretisht, e thuaj atë në emrin e Jezus. Unë bëj filan gjë. Sepse dua këto 4 javë që zemra ime të digjet, zemra ime të shkoj mas gjërave që shkon zemra jote. Sepse dua të tregoj këto 4 javë që kur them të dua Jezus e kam e gjithmen. Sepse do bëj gjërat sikur t'ishe ti. Çdo gjë për ty. A do të më japësh mundësi hynore? A do të më japësh forcë hynore? A do të më krijosh mundësira? E nëse kjo është lutja jote, a do thush një fjali që është vetëm për burra? Po ndjeve që kështu ngordalaq sot mos e thuj këtë. A do themi një lutje që është për burra, për burrnesha, për trima? Lutja Isaias, kapitulli 6. Isaia tha, Zoti ja ku jam, më përdor mua. Nëse ti je i tillë, edhe fryma e shejt ka trazu mjaftueshëm, edhe s'di ka t'ja nisësh, thuaj, atë, ja ku jam, më përdor mua. Jam i gatshëm. Krijo mundësi nga data 1 nesër, deri me datën 31. Më krijo mundësi që t'jem duart e Jezusit, që t'jem këmbët e Jezusit, që t'jem veshët e Jezusit, që t'jem sytë e Jezusit, që t'jem mendja e Jezusit, që t'jem zemra e Jezusit, që t'jem Jezusi në çdo vend ku do ndodhem këto 30 ditë. Ku t'jam banë, thuaj, Zot, ja ku jam. Ja ku jam, përdor mua. Do të sfidoja dike sot. Nëse ti ke ardhur se të ftoj dikush, apo ke ardhur se ti u bë disa javë që vjen, apo ka ardhur rastisht, pyetja është, a di ti përgjigjesh pyetjes parë? A e ke zgjedh Krishtin si Zot dhe shpëtimtar? Është shumë e lehtë. Të sigurosh qiellin është shumë e lehtë. Kur zgjedh Krishtin, fajet e të shkuarës shmëzohen me 0. Kur zgjedh Krishtin, e sotmja merr kuptim, sepse fryma e shejt banon brenda teje. Kur zgjedh Krishtin, e shkuar e ardhmja sigurohet, sepse kush ka Krishtin ka jetën e përjetshme. Edhe nëse nuk e ke zgjedh, a do ta bësh tash? Thjesht thuaj me fjalë zemre një gjë të tillë. Atë ma i sa di dhe kuptoj. Zgjedh ti besoj Jezusit.
Ai është shpreha më e madhe e dashurisë tënde ndaj botës. Zgjedh të besoj që ai erdhi, që ai vdiq, që ai pagoi, që ai u ringjall për mua. Jezus e janë jetën time. Pendohem për prapësit për çdo gjë. Më jep sot një jetë të re, një perspektivë të re, një qëllim të ri. E them këtë lutje edhe besoj në emrin Jezus. Amen.